Sapo është shtyrë në gjykatën administrative seanca e radhës që ishte parashkuar për ditën e sotme i pranishëm ishte dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia. Për më shumë informacione në lidhje drejt për drejt me gazetaren Glidona Danci. Të përshëndes Glidona, atëherë është shtyrë pra seanca, cilat kanë qenë arsyet për çfarë ishte pikë së pari seanca e ditës së sotme dhe kur do të jetë seanca e radhës. Sa i takon seancës në gjykatën administrative, është seanca e cila lidhet me të paditurin që ka bërë edhe padin në gjykatën administrative në ngarkim të prokurorit të prokurorisë posaçme Olz Dado, ndërkohë që nga ana tjetër zoti Velia dhe avokati i tij, zoti Velia është në cilësinë e përfaqësuesit të institucionit të Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që avokati Plarin Dreca është si përfaqësues i zotit Velia, ndërkohë që kishim institucionin e presidencës, i cili po ashtu ishte i pranishëm, sa i takon emërimit të Olz Dados në vitin 2008 dhe kalimit i tij si prokuror, ndërkohë që nga ana tjetër mungonte përfaqësuesi i Këshillit të Lartë të Prokurisë. Në këtë seancë gjykata theksoi që avokati Plarin Dreca nuk ishte i pranishëm, ai kishte sjellë një kërkesë drejtuar gjykatës administrative ku theksonte që për arsye shëndetësore të djalit të tij nuk mund të paraqitej në këtë seancë ditës së sotme dhe kërkonte shtyrjen. Ndërkohë që nga ana tjetër gjyqtari Ezbi Balliu dha të drejtën palëve për të shprehur në lidhje me këtë moment. Zoti Velia në fakt kërkoi fjalën për të shprehur sa i takon çështjes së tij në gjykatën kushtetuese dhe arsyetimit të vendimit nga ana e gjykatës kushtetuese, e cila vendosi të kthente çështjen në dyert e gjykatës së lartë, sa i takon arsyetimit për sa i përket proporcionalitetit të masës së sigurimit në raport me të zgjedhurin vendor për çështjen e zotit Velia, duke qenë se ai është kryebashkiak i Tiranës. Ai kërkoi që ta vinte në dispozicion gjykatës, por gjyqtari Balliu ishte i prerë në fjalën e tij. Ai tha që nuk është ky momenti për të cilin gjykata kërkonte shpjegime, lidhe pikërisht dhe mbajtje një qëndrimi lidhe pikërisht me faktin nëse zoti Velia ishte në gjendje të vjonte seancën pa praninë e avokatit apo kërkonte me patjetër praninë e avokatit. Zoti Velia i tha që i duhej ndihma juridike, i duhej asistenca e avokatit, nuk mund ta vazhdonte seancën për shkak të mungesës së avokatit, pasi sipas tij përtej gjithë faktit që tashmë këto kohë të fundit ka filluar të njohë shumë mirë ligjet dhe çështjet juridike, do duhej me patjetër një konsult me avokatin e tij dhe për këtë arsye ai uroi dhe publikisht avokatit Dreca të shërim të shpejtë të fëmijës së tij të sëmurë. Ndërkohë që nga ana tjetër, po ashtu gjykata vendosi që të shtynte seancën për një datë tjetër, në datën dhe seanca radhës u la për në datën 24 korrik në orën 9, ndërkohë që pati një batut nga ana e zotit Velia, sepse një moment, një datë më përpara që kërkonte gjykata të caktonte seancën, avokati i cili përfaqëson interesat e prokurorit të posaçëm Olz Dado theksoi që ishte në një gjykim tjetër dhe nuk mund të merrte pjesë dhe kërkoi të rivendosë një seancë tjetër. Në momentin që u përcaktua seanca përfundimtare në datën 24 korrik në orën 9, zoti Velia i bëri një batut duke theksuar që ai s'ka asnjë punë dhe patjetër që do të ishte i pranishëm. Seanca e sotme pritej ku nga ana e avokatit të zotit Velia dhe zotit Velia i vet, por gjithashtu edhe përfaqësuesve avokatit të prokurorit Olz Dado dhe institucionit të presidentës së Këshillit të Lartë të Prokurisë të jepë një opinion sa i takon kërkesës për sa i përket shoqatës për media dhe drejtësi që të ishte si palë ndërgjyqëse në këtë proces, dhe pasi dëgjoheshin argumentat e gjitha palëve, gjyqtari Ezbi Balliu do të tërhiqej për të marrë një vendim. Por për shkak të mungesës së avokatit Dreca nuk mund të merrnin pjesë në këtë seancë dhe për këtë arsye gjykata vendosi ta shtynte seancën për në datën 24 korrik në orën 9. E qartë, dhe më datë 24 korrik pritet të merret dhe vendimi apo jo, Glidona? Do të merret një vendim nëse do të pranohet shoqata për drejtësinë dhe median për sa i përket për të qenë si palë ndërgjyqëse në këtë proces. Pra nuk ka një vendim përfundimtar sepse jemi ende në fazën e seancave përgatitore ku jepen argumentat, shikohen legjitimimi i palëve, shikohen argumentat dhe pretendimet që kanë secila palë. Pra nuk jemi në fazën ku gjykata administrative do të marrë një vendim në lidhje me çështjen.